Në GKO u zhvillua seanca e parë e dosjes Plumbi i Art, aty ku për herë të parë dëshmoi bashkëpunëtori tjetër i drejtësisë, Rion Alibej, i njohur edhe me nofkën Krymi. Ai tregoi se si u njoh me Nuredin Dumanin, të penduarin tjetër të drejtësisë, dhe se si lindën konfliktet mes grupeve kriminale në Elbasan, që sollën dhe shumë viktima, mes të cilave masakra e Bradasheshit. Ai tregoi se përplasja me çopajt lindi për një ngarkesë droge pasi ata njiheshin edhe më herët, edhe kishin bashkëpunuar bashk. Ai rrëfeu dhe momentin kur ju vraj vëllai. Shtetasi turk ka qenë edhe më herët në Shqipëri, kur vajza ime mbushi 1 vjeç. Ishte mik i ngushtë i Joni për shkak të marrëdhënieve të punës me Endritin. Mbrëmjen e masakrës, Endriti kishte në Tiranë me disa miq, pastaj u nis për Peqin, tek dajat e mi ku ishin mbledhur, teksa unë po çoja ca dhurata për fund vit, tek një miku jon noter. I ra telefoni Besmir Lalës, dëgjova që ishte nusja ime, se unë nuk mbaja telefon pasi isha në kërkim. I thash çado, ndërkohë aty erdhi një X6 e bardhë, që e dija që ishte e Mikael Çosjes, që ja kishte bërë dhurat Franz Çopja. E di që e kanë ndërruar me kokainë. Besmiri më tha që shpejt se i kanë gjujt Endritit. Mikaeli ishte me Ervis Çopja në makinë. Mu afroa me makinë. Unë i thash, a ke hekër për armë? Më tha jo, se çka ka ndodhur. Mbylla xhamin dhe ika në vengjarje. Dëshmoi Alibej, i cili tregoi se në momentin kur shkoi atje, çuditërisht nuk kishte asnjë punonjës policie. Isha i pari në vengjarje. S'kishte njeri as polici. E çuditshme aty gjithmonë një patrull policie. Edhe tani po të kalosh ka aty patrull. Gjitha nënën, tezën, motrën, kalamajt që u lërisnin. Ishte një skenë që nuk e përshkruaj dot. Ka pa Endritin mu duk i ngrohtë, por kishte shumë plumba në një anë. Erdhi një furgon policie dhe ambulanca, por ndëruan jetë në spital. Sa po shkova në shtëpi, po vinin shumë njerëz, miq dhe shok. Shumë shpejt më erdhën njerëz të familjes, Çopja, Florenci dhe disa të tjerë. Dola veç, i dëgjova me Bledar Muçën dhe Florenc Çapjan. Bledari më tha, i pata thënë Endritit të bënte kujdes, por s'më dëgjoi. I thash nga kush? Më tha vetëm Suel Çela i bën këto masakra. Vijoi dëshmin ai. Por Suel Çela sipas Alibejit nuk kishte lidhje me ngjarjen pasi bisedoi me të. Gjatë dëshmisë ai pohoi se u mor nga policia edhe pse ishte në kërkim për ngjarje në rënd. Alibej rrëfeu se bashkëpunoi edhe me një polic që e mbante të informuar për persona të ndryshëm që i afroheshin ndërsa nisi hakmarrjen për të vllajën dhe të afërmit e tjerë që humbën jetën në Bradashesh.